Ekzistojnë botë të tjera me dimensione të tjera jashtë botës sonë, në të cilat koha nuk ka kuptim. Çfarë sekrete fshehin këto botë? Mirë se vini tek bota e fshehtë, aty ku fantastiko shkencore bëhet realitet. Sot do të flasim për një temë jashtëzakonisht interesante, e cila kalon dhe atë që në gjuhën shkencore quhet fantashkencë. Le të fillojmë. Në vitin 1989, francezi me emrin Michel Desmarquet shkrua një libër mjaft interesant që për shumë nga ju do të shikohet si një histori e sajuar nga fantazia njerëzore. Në libër autori shkruan për ngjarje që kanë ndodhur në vitin 1987, pra 2 vjet më parë se çuaj librin, duke përshkruar ngjarjen me një hollësi mbreslënëse. Michel i thotë se u mor nga qenie e çuditshme që vinin nga një planet që quhet Tiahuba, apo planeti i Artë. Këta humanoid jo vetëm që i treguan sekretet e racës sonë, por edhe sekretin e universit, të cilin vendosi ta shkruaj dhe të na i paraqes me emrin Profecia Tiahuba. Pra Michel Desmarquet u rrëmbye në shtëpinë e tij nga një racë jashtëtoksore, e cila i shpjegoi atij sekretin e universit dhe shumë më tepër se kaq. Michel i zgjohet në dhomën e gjumit pranë gruas së tij Lina, që ndërkohë po flinte në një shtëpi të vogël në Australi dhe ku jeton. Mendoj se që ora rreth 5 e mëngjesit, kur në fakt që 12:30, një orë kjo që nuk zgjoj kur. Del në obor dhe shikon që qielli ishte i çuditshëm. Në largësi duke një dritë sikur po vinte mëngjesi, ndërkohë që ora s'kishte shkuar akoma 1. Zbriti në bar përpara shtëpisë dhe filluan t'i ndodhin gjëra të çuditshme dhe të pashpjegueshme. Vuri re se ngjyra e dritës së rreth filloi të ndryshojë dhe bari filloi të tundet si val. Duke u kthyer në shtëpi, vuri re se muri i shtëpisë filloi të përkulej dhe duke si çarçaf në erë, ndërkohë që shtëpia dhe ambienti përreth morën një shtrembrim të pashpjegueshëm. Duke menduar se kishte probleme me syt, u përpoq të hynte brenda, por këmbët nuk i komandonte dot. Trupi filloi të ngrihej lart, në fillim ngadalë, dhe pastaj më shpejt duke larguar nga toka. Çfarë po ndodh kështu me mua, mendoj. Kur papritur dëgjon një zë. Gjithçka në rregull, Michel. Dhe gjendet para një humanoidi femër me një gjatësi prej 3 metrash. Flok bjon të gjatë, syboqel dhe kishte në trup një veshje të hollë me një si kapel transparente në kokë. Michel i mendoi se qenë gjumë e po ndëronte, kur papritur me një përgjigje. Jo, nuk po ndëron, nuk po fle. Emri im është Tao, dhe kjo që po përjeton nuk është ëndër. Ndodhem diku që ju njerëzit e quani univers tjetër, dimension tjetër jashtë hapësirë-kohës, ku ndodhet toka. Ndonjëherë njerëzit krejtërësisht kalojnë portale duke kaluar në dimension tjetër, si ne këtu. Tao vazhdon. Shpesh ju gjeni në atë që e quani trekëndçi i Bermudës. Në këto vende, koha nuk ndryshon sipas perceptimit tuaj. Njerëzit e kafshët nuk plaken. Ka njerëz 50.000 vjeçar, dhe sikur këta të ktheheshin në tokë në dimensionet e tyre, trupi i tyre nuk do të plakej asnjë ditë. Shumica e njerëzve nuk e kanë këtë mundësi kthimi. Vdekja tek ne vjen si rezultat vetëm i aksidenti apo vetvrasjes. Qofse dikush do të arrijë të kthehet në tokë, do të mësonte amnezi nga kalimi i universit paralel. Edhe sikur të mbante mend diçka, asnjë s'kishte për ta besuar. Fjalën ja ndërpret një grup i çuditshëm njerëzish që dukeshin si shpellar, veshur me lëkurë kafshësh, të cilët po lëviznin në mënyrë agresive drejt Michelit dhe Taos. Një femër dhe 5 meshkuj, duke si të ardhur nga epoka e gurit, duke luritur si kafsh. Micheli u trem, por Tao i tha se s'ka arsye të tremet dhe të mos lëviz nga vendi. Pastaj preku me dorë një buton në supë dhe Micheli dëgjoi një zhurmë të vogël dhe 3 nga njerëzit që po ju afroheshin përballë u rrëzuan në tokë të vdekur. Tao i dha 2 të tjerëve telepatikisht të marrin trupat dhe të largohen, gjë që e bën në çast. Tao shpjegoi se këta janë njerëz primitiv, me të cilët komunikimi nuk është i mundur. Kështu që i shpëtova nga trupat e tyre në mënyrë që të filloj riciklimi prapë. Tao shpjegoi se ky vend është natyra rastësore e universit, rastësi që ndodhe nganjëherë në këto planet. Njerëzit në këtë planet nuk vuajnë fizikisht, nuk ekziston dhimbja. Dhe sikur dikush të mësoj një goditje të fortë, nuk do të ndihet në dhimbje. Nuk ekziston koha si në tokë. Njerëzit nuk plaken dhe të vdekurit nuk kalben në tokë. Njerëzit e ngecur në këtë vend as nuk hanë as nuk pinë, nuk ndjejnë as eti as uri. Michel e pyet, pse nuk i ndihmoni këta njerëz? Megjithëse është një anomali natyrale, këta njerëz mund t'i ndihmosh në 2 mënyra. Ose i vras,
dhe i shpëtojmë nga trupi fizik, ose i kthejmë tokë, gjithë dhe kjo ka problemet e veta. Nuk mund të kthejmë tokë njerëz të tillë kohë pas kohe. Edhe njerëz të racës suaj që kanë jetuar tek ne, kur kthehen në tokë, e humbin fare logjikën. Përse unë jam këtu? Pyet Micheli. Për çfarë arsye? Është akoma e herët për sqarime të tilla, përgjigjet Tao. Ti ishe zgjedhja jon. Duhet të ikim se po na presi. Rreth 100 metra më larg, shfaqet një sferë e madhe me diametër edhe 70 metra, me një shirit grure të qartë pas një dritare dhe një pamje të lëmuar si ves. Tao i tha ta ndiqte dhe ju afruan sferës që rinte rreth 10 metra mbi tokë. Michelin e zuri frika dhe nostalgjia për njerëzit që lanë në tokë, dhe filloi të dyshojë sa do të kthehemi ndonjëherë mbrapsht. Ndërkohë dëgjon zërin e Taos në kokë. Nuk ka arsye për frikë. Së shpejti do të kthehesh tek familja jote dhe i thot me ton serioz. Largohu pak nga unë dhe në asnjë mënyrë mos më prek. Dhe përsërit prapë. Në asnjë mënyrë mos më prek çfarëdo që të ndodhë. Pastaj Tao vuri dorën tek medalionin që mbante rreth qafës dhe me dorën tjetër zbërthej një kopë që mbante në rypin e mesit. Kopsën e drejtoi nga sfera, tek e cila u duk një dritë jeshile e shkëlqyer. Pastaj kopsën e drejtoi nga Micheli dhe të dy fillon të fluturonin në ajër drejt sferës. Micheli mendoi se do të përplasej pas sferës, por në momentin e fundit u hap një si derë 3 metra dhe të dy hyn brenda në sferë. Micheli kishte dëgjuar histori të ndryshme mbi këtë temë, por nuk i shkonte në mend që do gjeti vetë një situatë të tillë. Ndërkohë frika ju largua dhe filloi të kishte besim tek Tao, që fliste me një zë të ëmbël melodios. Brenda sferës kaloi nëpër korridore të ndriçuar me një dritë fort verbuse, ku dominonte e verdha. Tao i vuri në kokë një helmet me një vizore e përbërë nga një material i lehtë dhe transparent. Pak më vonë kur hapi syt Micheli, vuri re se drita u bë më e butë dhe mund të shihej normal. Pyeti, si mund të funksiononi me këtë ndriçim të fortë? Nuk janë drita si në tokë, por janë vibrime të ndryshme si ato të tokës. Ndodhesh në një anije të afër udhëtime ndërplanetare, midis hapësirë kohës me një shpejtësi më të madhe se shpejtësia e dritës. Muret filluan të ndryshojnë ngjyrë nga një verdhë fort në një blu të fortë. 3/4 e hapësirës u bë zezë, një çast hyri në të dhe u duk sikur ndodhej disa kilometra larg tokës. Ndjeu se hapësira ku gjendej filloi të freskojë me ajër si ajër kondicioneri dhe në hapësirën e errët dëgjoi zërin e Taos. Për të mirën tënde dhe duke ditur që është udhëtimi yt i parë, do të fluturojmë avash deri në shpejtësinë maksimale. Në atë moment gjendeshim i polin e veriut duke u larguar. Në fillim toka i duke si një top basketbolli, pastaj si top bilardoje dhe pak më vonë u zhduk nga pamja. Dritat në objekt vinin nga aparati mjekësor, i cili sterilizoi bakteret që Micheli mbarte me vete, bakteret që qenë të rrezikshme për popullsinë e tyre. Ajo që Micheli ju duk si ajër i kondicionuar, që është shkallë e dytë e dezinfektimit, i cili dhe ky nuk qenë 100% i sigurt. Pastaj Tao i dha 2 kapsulet që duhet i pinte dhe vetëm pas 3 orësh që e 100% gati për të takuar me popullin e saj. Papritur Micheli gjendet jashtë trupit të tij. Bashkë me kapsulat, Tao i tha se të dashte një aparat të vogël i cili largon trupin astral, trupin energjetik apo shpirtin nga trupi fizik, që po kalonte një proces sterilizimi prej 3 orësh. Në këtë gjendje fizike apo astrale, populli Taos mund të qëndronte sipas dëshirës. Natyrisht që Micheli që i hutuar, dhe kush nuk do të qenë në vendin e tij, por që i qetë. Me trupin astral, udhëtoi në anije dhe shkoi në hapësira të tjera që gjendeshin astronautë të tjerë. Për çudinë e tij, vuri re se të 4 astronautë që ngra me të njëjtën pamje si të Taos, që janë po ashtu rreth 3 metra të gjata. Për herë të parë dëgjoi gjuhën e tyre që po komunikonin. Duke si melodi e përkryer dhe s'ngjante fare me gjuhën tonë. Duke më shumë si këngë se sa si bisedë. Megjithëse nuk kuptonte asgjë, ndjeu se flisnin për të, por nuk fliste dot se ndodhej në trupin astral. Hapësira duke si dhoma kryesore e drejtimit të objektit. Gratë që nullu përpara tavolinëve të mëdha me pamje holografike 3D me disa simbole të pakuptueshme në to. Papritur ndriçimi ndryshoi, do dëgjua një zhurmë. Gratë zun pozicionin kariket e tyre. Micheli pa në një nga ekranet një planet të madh dhe duke afruar me shpejtësi u dukse pa një qytet të madh si New Yorku. U stacionuan tek planeti Aremo X3, 2 herë më i madh se Toka. Misioni që për të monitoruar radiacionin atomik. Micheli vuri re se poshtë anijes dolën 3 sfera të vogla
të cilat fluturuan tek qyteti poshtë. E para shkoi deri në tokë brenda qytetit, e dyta në pyll jashtë qytetit dhe e treta qëndroi në një kodër me pamje nga qyteti. Micheli shikonte qartë qendrën e qytetit, rrugët, ndërtesat, por kishte diçka të çuditshme. Asgjë nuk lëvizte dhe qyteti që plotësisht i vdekur. Sferat filluan të marrin mostra nga toka. Aremo X3, siç e quajnë, ishte i përafërt me tokën, me qenin që nga pamja ngjanin me njerëzit, por kjo botë që është shkatëruar nga lufta nukleare. Taos sqaron. Bota fizike ku jetojnë disa civilizime është ndërtuar nga atome, dhe çdo civilizim gjatë zhvillimit të tij do të arrijë tek zbulimi i atomit dhe tek probabiliteti i zbulimit të një energjie të tillë. Dhe pashmangshmërisht arrin tek lufta nukleare. Arema X3, që një botë e tillë është shkatëruar nga dy anë të një konflikti me disa të mbijetuar të pak që përpiqen të mbeten gjallë të deformuar nga radiacioni. Një nga sferat pa një grup të mbijetuar që ngjanin si banorët e Polinezisë, por plotësisht të deformuar nga smundjet e radiacionit. Jetonin disa kolibe plotësisht të zhveshur me një pamje si njerëzit e parë primitiv në tokë. Civilizimi Taos merri me mbledhjen të dhënave nga shkatërime të tilla. Micheli pyet: kush janë këta njerëz? Këta janë në një farë mënyrë pararës të caktuar të disa fiqeve që jetojnë akoma në planetin tuaj. Një grup pararësi të tillë u vendosën në tokë para 250.000 vjetësh. Në këtë planet të shkatëruar u zhvilluan shumë, duke vendosur barriera politike dhe shoqërore, të cilat më vonë sollën një luftë globale, e cila para 150 vjetësh shkatërroi civilizimin nëpërmjet atomit. Ne ndihmojmë indirekt pa zbuluar prezencën tonë. Kjo që ju përshkrova që një pjesë e vogël e librit të Michel Desmarquez. Në emisionin tjetër do të flasim se pse u zgjodh pikërisht Micheli, si dhe për universin dhe botën që na rrethon. Do flasim për krijimin e universit dhe pse u krijua. Do të përmendim edhe funksionimin e piramidave të lashta në tokë. Mos harroni, ndodheni tek bota e fshehtë, aty ku fantazia bëhet realitet. Deri tek emisioni i radhës, tung.